Kjo është pyetje shumë e vështirë për ta thënë se nuk kemi nevojë me ndru. I kemi të dyja sërish në universitet. Ka ngërçet e veta, po besoj do të i kalohen sepse janë me ngrit kokën lart, po mbajnë kokën poshtë. E kur shef poshtë, vizioni është më i shkurtër. Kur ngren kokën lart, nëse e provon dikush, shef që hapet. Hapet qielli, hapet mendimi, edhe ti zhvillohesh. Edhe të vini det, si me i zgjidh ato probleme. Gjendja është e lindur edhe e zhvilluar. Ajo nuk dallohet me gjini. Ose je i mençur ose si je. Gruaja ka shumë detyra, nuk di këtë marrë më përpara. Tirana. Si kem Tiranën? Super, ashtu me ato problemet e veta, por bukur. Veproni, jetoni në Prishtinë? Po. Sa bukur. A kishte ndru Tiranën me Prishtinën? Kjo është pyetje shumë e vështirë për ta thënë se nuk kemi nevojë me ndru. I kemi të dyja. Ne jemi 2-1. Po pra, 2-1. Ti ndan si ti vran. Bravo. A më dëgon që punoni këtu? Profesoresh në universitet. Sa bukur. Si universitet? Të Prishtinës. Sa vite? 22 vjet. Ko që është shumë Kosovë? Po. A më dëgon si është punosh? Profesoresh. Në vendin dhe më thënë? Punë bukur, punë e mirë. Ke punë me brezatëri, me energji të reja, me artë, se unë jam tek artët. E shoh si diçka pozitive në jetën time. Pjesë që jep kontribut. Si e shenë përgjithësi arsimin sot? Ka ngërçet e veta, po besoj do të i kalohen sepse janë proces tranzicioni disa gjëra në gjithë globin. Po ndryshojnë gjërat, po ndryshojnë strukturat, edhe duhet me ecë me hapën e kohës, edhe mos me mbet aty ku je, po me lëviz shpejt. Si tjetë koha, duhet me lëviz edhe ne. Statusi juaj grua, vajzë? Statusi juaj grua, vajzë? Po, nënë e 2 fëmijëve. Nënë e 2 fëmijëve, mrekulli. A ndërkohën para sa viteve i ke bërë nënë? Tani janë të martuar, janë të rritur, do me thënë, janë me fëmijët e tyre, jam gjyshe. Po, faleminderit. Shumë e re. Faleminderit. A ndërkohën sa të ka ndryshuar jetën ardhja e fëmijëve? Po, ajo ka kalu kohë, do me thënë që është një përjetim i bukur, unë tani ma ka ndryshu krejt jetën edhe niprit e mbesat. Do me thënë, kjo është pjesë e bukur e jetës. Dëshiroj ta shijoj secili këtë pjesë tjetës vetë, kur bëhet gjyshe, kur knaqet me ta, është një brezi tretë, si i thonë, jemi ne, janë fëmijët tanë dhe janë ata, është e kompleton jetën, veç të kenë jetë edhe shëndet. Çfarë po të kompletuar jetën e një personi? Vetëm pozitiviteti, varet si i sheh gjërat. Do me thënë, problemet janë nga koka brenda, nëse i shef bukur, ato janë të bukura. Duke eliminu ato pengesat, edhe duke u mundu me i zgjidh, edhe me i pa gjërat, ato si pjesë tjetës, por edhe me i pa me pozitivitet. Për momentin njerëzit kanë pak probleme me këtë pjesën e errët të mendimeve, të komplikacioneve që po i bëjnë me mend të tyre. Mendoj me pa ndryshe, me ngrit kokën lart, po mbajnë kokën poshtë. E kur shef poshtë, vizioni është më i shkurtër. Kur ngren kokën lart, nëse e provon dikush, shef që hapet. Hapet qielli, hapet mendimi, edhe ti zhvillohesh. Edhe të vini det, si me i zgjidh ato probleme. Si e sheni grua sot? Sa po mbështetet, sa përkrahët shoqërinë? Po e shoh si një forcë e madhe, zonja e zgjuar, më duket se është e kaluar ajo pjesa e krahasimit me burrat, do me thënë se cili nga edhe femrat edhe meshkujt e kanë vendin e vet, të rëndësishëm. Kompletojnë njëri tjetrin, nuk bëhet pa palën tjetër ose ata pa femrën, të dy bashk, të dy gjinit bashk, krijojnë familjen edhe zgjidhin probleme. Inteligjenca është e lindur edhe e zhvilluar, ajo nuk dallohet me gjini. Ose je i mençur ose si je. S'ka lidhje gjinia aty. Po dallime tek ne shfart të një grua dhe një burr akoma? Unë s'besoj që jo, nuk ekziston më ky fenomen. Unë mendoj që vlerësohen femrat e mençura, edhe burrat e mençur. Shoqëri, sa mbështeten sot një grua, një vajzë? Duhet, jeta është bërë e tillë që duhet luftosh vetë. Duhet luftosh për treguar kush je, sa vlera ke. Asnjë s'ta jep gratis, asnjë nuk duhet të troket pa e tregu ti veten. Unë mendoj kush e tregon veten ka përparuar. Kështu e shoh unë jetën në këndvështrimin tim. Një grua e fortë në fund, një mesazh si zë i fuqishëm, çfarë kush e thon gjithë grave? Se di, gruaja ka shumë detyra, nuk di këtë marrë më përpara. Kështu që le të bëjnë ashtu si ata e ndjejnë që është e duhura.
kur e zgjedh vetë rrugtimin tënd, është shumë më efikase se kur e kanë të thënë nga unë apo të imponuar nga të tjerët.